Unë po marrë fjalën e emër të grupit parlamentar Televizjes Vetëvendosje, e nderuar kryetare e kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetar, të nderuar media. Pas 2 vitesh negociatash të suksesshme në 4 rande, 2 në Gjenevë dhe 2 në Prishtinë, ndërmjet Kosovës dhe vendeve anëtare të EFTA-s me 24-26 shtator 2024, ne kemi përfunduar negociatat e kësaj marrëveshje si shtet i Kosovës. Me 22 janar të vitit 2025 është nënshkruar kjo marrëveshje në Davos të Zvicrës me ministrat homolog të shteteve anëtare të EFTA-s, pra të Zvicrës, Norvegjisë, Liechtensteinit dhe Islandës dhe prezencën e kryeministrit Kurti. Dhe me synimin tonë për ekonomi konkurruese për tregun ndërkombëtar dhe eksporte sa më shumë nga shteti i Kosovës, për herë të parë kemi siguruar qasje të plotë të industrisë prodhuese dhe industrisë shërbyese të Kosovës në tregun e shteteve të EFTA-s, pra në Zvicër, Norvegji, Liechtenstein dhe Island, duke eliminuar tarifat doganore dhe shumë lehtësira në tregti për të gjitha produktet industriale, shumicën e produkteve bujqësore si dhe për të gjitha shërbimet profesionale të Kosovës. Pra kjo marrëveshje u lansuan negociatat dhe u përfunduan e u nënshkruan në qeverinë Kurti 2. Për më shumë, kjo marrëveshje përfshin shumë kapituj të rëndësishëm për zgjeruar bashkëpunimin ekonomik dhe forcuar me tej partneritetin e Kosovës me shtetet e EFTA-s, duke filluar pra me kapitullin e tregtisë së shërbimeve dhe me kapitullin e tregtisë së madrave, tregtisë së shërbimeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, lehtësimin e tregtisë, konkurrencën dhe tregtinë për zhvillimet e qëndrueshme. Dhe të nderuar deputet, pse dua të shpjegoj më shumë për këtë marrëveshje është se për dallim nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është i pari shtet që ka në këtë marrëveshje ka negociuar edhe tregtinë e shërbimeve, fal inovacionit dhe fal të rinjve tanë profesional në shumë fusha. Kapitulli mbi tregtinë e madrave është i bazuar në parimet e GATT, pra marrëveshja e përgjithshme për tarifat dhe tregtinë, dhe ka përfshirë negociatat në këto fusha. Kapitullin e produkteve industriale, kapitullin e produkteve bujqësore, të drejtat e pronësisë intelektuale, masat sanitare dhe fitosanitare dhe barierat teknike në tregti, rregullat e origjinës, lehtësimi i tregtisë, masat mbrojtëse tregtare, konkurrencën, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, tregtinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe për ndallim nga kapitulli për tregtinë në madra, kapitulli për tregtinë e shërbimeve është i bazuar në parimet e GATT, pra në marrëveshjen e përgjithshme për tregtinë dhe shërbimet, dhe ka përfshirë negociatat në këto fusha, në transport, në shërbimet e informacionit dhe komunikimit, shërbimet profesionale, shërbimet ligjore, shërbimet inxhinerike, shërbimet arkitekturore, marketingun, përkthimin dhe konsulencën dhe shërbimet tjera profesionale. Kompanitë kosovare mund të ofrojnë shërbime të sektorëve të ndryshëm të lartë përmendur pa kuota dhe do të kenë çësje më të shpejtë në ofrimin e shërbimeve të tyra brenda tregut të shteteve të EFTA-s. Unë dua të falenderoj në këtë rast të gjitha ekipet negociuese, pra që janë ndërinstitucionale nga Republika e Kosovës, për negocim të kësaj marrëveshje ku hapi edhe kapitullin e shërbimeve, por njëherë dua të përgëzoj edhe industrinë e Kosovës, e cila ka shumë potencial të pashpalosur, ka shumë produkte me vlerë të shtuar dhe ka shumë inovacion dhe profesionalizëm nga të rinjtë tanë kosovar. Urime për gjithë vendin tonë dhe njëherë t'ju ftoj që ta miratoni duke mbështetur nga grupi parlamentar Lëvizja Vetëvendosje.